Mirëmbrëma shikues të nderuar të Radio Televizionit të 21 dhe njëkohësisht të Televizionit Ziko. Sonte po takohemi në edicionin e 8 të Zhurma Show 2012. Me sa shoh dhe me sa di unë, drita e gjelbërt ka filluar të ndizet që një kohë të gjatë. Ndërsa sonte Maksi? Po shumë vërtet, sonte shikojmë që është sinjalizuar kështu edhe drita e kuqe, domethënë do të jemi drejt për së drejtën në një show gjigant në Zhurma Show Awards 2012 në edicionin e 8. Unë dhe Maksi do t'jemi të pozicionuar në tepiun e kuq dhe i mirëpresim të gjithë fytyrat publike për t'i marrë në intervistë të parë dhe më pas për ta ndjekur evenimentin që është i drejt për drejt në Radio Televizionin 21. Me kë shoqërohen ata? Si janë veshur, më shumë kuqezi, do ta shohim pikërisht në kalimin e etapës
Atëherë këtu pranesh janë edhe motrat Mustafa. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët Spari. Mirë se ju gjetëm. Spari të doja t'ju uroj, po dukeni shumë bukur dhe është nder për ne që jeni këtu sonte. Faleminderit shumë për ftesën. Çfarë prisni sonte nga ky event? E di që jemi të nominuara me kalu një natë mirë, që e më rëndësi. Ne urojmë gjithat mirat dhe shpresojmë që të kaloni sa më mirë. Faleminderit edhe juve suksese, kisha dash një falënderim për garderobën që na e ka bo Erika Design, zonën Hyrie, një ashtu dhe për rregullimin e flokëve në Jomzën. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Atëherë natën e mirë. Faleminderit. Mirëmbrëma, përshëndetje Genci, mirë se erdha. Mirë se gjeta. Përshëndetje, çekiç. Përshëndetje, si jeni? Vini për dorëzuar çmime, më tregoni pak. Jo, të ftuar tash nuk di. Të nominuar apo? Po, të nominuam 2-3 kategori, nuk më kujtohet sakt. Po jo, kësaj radhe më jap çmim jo. Mirë, duket si fillim. Mirë, Ke mësuar shqipti apo jo? pove. Okej, suksese. Sa më shumë çmime. Mirëmbrëma Dani, mirë se erdhët. Përshëndetje. Faleminderit. Ejani, ku po shkoni ju? Ku po shkoni? Mirëmbrëma, mirë se erdhët. Mirë se ju gjetëm. Si të kemi gjithmonë e shoqëroni Dani. Faleminderit. Dani, nuk e di qëllimin më kryesor që ti e këtu përveç se nderon gjithmonë spektaklet e tilla. Po falenderimi është imi për shkak se Ziko TV çdo herë kanë respekt edhe janë shumë të kujdesshëm për çdo këngëtar. Me një kënaqësi shumë të madhe, po e falenderoj Ziko TV për këtë event shumë të madh. Jam sigurisht i nderuar se edhe unë jam sonte prezent, kuptohet me miqtë e mirë që mbështesen gjithmonë. Antarët apo të them familjen e Play for Winit. Shumë faleminderit për mbështetjen, kaloni sa më mirë sonte. Faleminderit për ju, faleminderit. Faleminderit Dani. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në Zhurma Show. Jeni mirë. Spari komplimente po dukeni për mrekulli. Faleminderit. Çfarë mund na thoni për këtë event? Spari për të piun e kuq. Është një ndjenjë shumë e veçantë, një ndjenjë shumë e mirë thjesht të pinë e kuq. Kështu që kjo një mundësi e mirë edhe që Ziku e ka organizuar këtë një event kaq të mirë të madh. Që jam e thonë tjetër, janë shumë ndjenjë të mira. Atëherë faleminderit shumë, ju uroj gjitha të mirat. Faleminderit. Ja ka zbritur edhe Zamina më e bukur sonte deri tani ti je më e bukur. Përshëndetje, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Keni ardhur direkt nga Tirana apo keni? Nga Tirana. Si ndjehesh në të pinë kuq në Kosovë në Prishtinë? Si në Tiranë, si në shtëpinë time, shumë njerëzit janë shumë mirë pritës dhe unë ndjej veten gjithmonë shumë mirë në Prishtinë. Se je shumë e bukur, unë e di që je shumë e bukur, po më thuaj pak kush ka bërë kaq bukur dhe kaq seksi sonte? Për veshjen time, veshja është stiluar nga mua. Luku do doja të falenderoja parukierën time dhe grimierën time Elona Balaj. Dhe kaq. Me të zëtash motra, po? Mund ta them pak motrën? Eja. Motra të shoqëron motra, po pse jo një mashkull i bukur? Sot na thanë që duhet të vishesh si kuqezim dhe unë jam veshur me të kuqe dhe lash beliolën të vishe me zeza. Unë jam mashkull, nuk e di të jesh femër ta shoqërosh një bukuroshe është motra jote natyrisht. Si ndihesh ti duke shoqëruar Zajminën? Lumtura në botë. Ti dukesh shumë bukur. Faleminderit. Komplimente dhe urime. Suksese.
Okej, kemi një djalosh që vjen për herë të parë, më duket në të piu në Kurç. Është Niki, ë? Mirë mbrëma. Mirë mbrëma dhe juve. Ti je nominuar për herë të parë në Zhuma Show. Po, kjo Në çfarë kategorie? në Best New Artist. Do ta fitosh apo jo? Nuk e di, shohim. Dërgo drejtën kush ka veshur sot? Do një çik? Jo, menaxheri im. Kush është? Ramoni, i cili falenderoj shumë. Okej, më është hera pas, shpresoj të jesh me këmbë të mbarë fitosh dhe çmim. Shpresoj. Sukses e urim. Faleminderit. Mirë mbrëma dhe mirë se erdhët, po ju ndajmë pak sa si babë birë, po në rregull. Mirë mbrëma, mirë se erdhët. Mirë gjejmë. Komplimente, po dukeni shumë bukur. Faleminderit, gjithashtu ju uroj edhe këto nominimet që e keni bërë këtë spektakël, urime ju shkojnë mbara. Faleminderit shumë, gjithat mirat, kalofshin një natë sa më të mirë dhe suksese për djalin. Faleminderit shumë. Faleminderit. Mirë mbrëma, mirë se erdhët. Mirë, alo, sini, qabëni? Ajli do? Edhe une. Mirë, po dukesh. Faleminderit. Ja, bravo, mirë shumë nisha. Qysh po kaleni? Rrugë që të lutër për tik. Ne herë hala nuk kena të kalu deri thot hinar mrena, deri shtuar shumë mirë. Qysh ju pëlqen deri këtu pra? Mirë shumë të pija mirë dhe të shumë mirë dhe kamermani shumë i mirë. Faleminderit shumë edhe mu më pëlqeni kuqezej. Natën mirë, natë mirë. Përshëndetje, mirë se erdhe. Mirë se u gjetëm. Ky është Ludoviku, kërcëndari në fakt që kemi pasur në qelsin muzikor. Po herë të parë në të piu në Kurç, apo jo? Si po Në Kosovë, shumë mirë. Faleminderit. Faleminderit Zikos, faleminderit gjithë. i ftuar thjesht për ta ndjekur spektaklin, do dohet performoje për shembull në një të ardhme. Shofim. Si duket të piu Kurç këtu, njëjë si atje në Zvicër në për evenimentet ku merr pjesë ti? Mirë, fantazi, nuk muj me bë të njëjtën si bjen shqip. Me barazu. Me barazim po. Okej, kalo sa më mirë. Faleminderit. Tërsa bariti edhe Granit mirë mbrëma. Mirë mbrëma. Si po ndihesh, si po kalon? Mirë super, daj tash super. Çfarë mund ta thuash për këtë eveniment? Po pritemi që bëhet mbrenda, tani ka të çish tek. Okej, komplimente po dukeni shumë bukur. Gjithashtu edhe ti, Faleminderit, gjithat mirat. Un kam ndenjë të kem këtu, përshëndetje. Ilir. Ti shuhesh për evenimente. Je i ftuar sot special? Po, sonte më kanë ftuar, do ndaj 2 çmime. Best performance duket dhe best styling. Si duket këto evenimente këtu në Prishtinë? Po kanë filluar me marr kajën e duhur dhe besoj që jemi shumë mirë duke ecë në drejtim. Kemi nisur në Kuqezi, do përfundosh ti më pas me Kuqezi, a? Po, edhe ne kemi disa projekte, po ne kemi për diasporë, do ta çojmë atmosferën festive në diasporën shqiptare bashkë me televizionin STE. Ke bën një gabim sonte kur ke bashortën sapo je martuar? Sonte kish disa obligime, unë e përshëndes shumë përmes ekranit sonte. Kalo sa më mirë. Faleminderit shumë. Për Djellza Ferizin dhe Besart Halimin. Po filloj me Djellzën dhe sa të mrin Besarti. Mirë mbrëma Djellza. Mirë mbrëma dhe juve. Mirë se erdhe. Faleminderit, mirë se u gjeta. Komplimente shumë bukur po dukesh. Faleminderit shumë, gjithashtu edhe ju. Faleminderit shumë. Atëherë Besart, po kalojmë pak sa tek Besart, Besart mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. Si po ndihesh, si po kalon? Mirë shumë, po besoj që kena me kalu mirë sonte si edhe erave të kalume. Edhe besoj që kemi mu knaqë bashkë. Dua para është një pyetje dyve, kush është përkujdes për dukjen e juaj sonte? Unë vetë. Për krimin edhe flokë të krenuar janë keka, i falenderoj shumë. Faleminderit. Stani vetë. Veç më staroj me falenderu edhe unë Altinin edhe krenarën e cila më kanë ndihmu. Faleminderit shumë, gjithat mira. Regjizori shumë klipeve. Sot do marrim një çmim apo jo? Nuk e di, ta shohim, videoklipi është i mirë, kënga shumë e bukur, po qysh ta kemi fatin, zakonisht fatin për sjell. Ta shohim. Ti shoqërohesh me kë sot? Unë sonte shoqërohem me Fatjetën, që ka nga Shkodra,
Inshallah do kem fat ta marrim një çmim se ma herët e mora në Shqipëri. Një çmim tash si ta çojmë një çmim në Shqipëri. Kalojnë sa më mirë. Faleminderit. Atëherë këtu pranesh është edhe Ganimete, mirë mbrëma, mirë se. Mirë mbrëma, mirë se ju gjej. Gane po dukesh shumë bukur. Faleminderit. Doja as pari t'ju bëj një pyetje, kush është përkujdes për dukjen tuaj? Për dukjen, do më thonë vetë, për grimin, salloni Sheollkat, që i falenderoj shumë. Atëherë faleminderit shumë, unë të uroj shumë suksese atje brenda dhe uroj që t'jetë një natë mirë. Faleminderit shumë. Mirë mbrëma, mirë se erdhët. Gjetëm. Erdhët do ndalemi për një intervistë sa do të vogël ndoshta. Si po ndjeni sonte? Shkëlqyshëm. Si po ju duket e piu kuq? E pas ke gjetë vendin e mirë shumë. Okej, ju urojmë që të kaloni sa. Atëherë këtu pranë nesh është Goldi dhe Nora, mirë mbrëma, mirë. Mbrëma, mirë se u gjetëm. Goldi, po filloj me Norën. Nora, shumë bukur po dukeni. Kush është përkujdes për lookun? Për lookun tem stilistja e Mbuqja, për fustanin është përkujdesur fashion style. Okej, Goldi, po për juve? Për mu vëlla veç vetë, i kom bo gati shtu, mos dhe thanë ku që vjo, bona dhe thot se gjithë ku që vjo. Ne Gold, qa po pret një sonte nga kjo event? Unë jam e nominuar, po pres me fitu. Di, unë nuk jam i nominuar kërkon dhe që ka marrë me nore, bashkë që qa kallet ka. Si do qoftë një uroj shumë sukses. Faleminderit shumë. Përshëndetje, mirë se erdhët. Mirë mbrëma. Arbri. Si? Mirë. Mirë. Vajza është? Ana, Kabashi. Edhe Mali, përshëndetje. Përshëndetje në ekran. Ju të dy ende në Big Brother jeni apo ku jeni? Keni dalë tani nga Big Brother? Tani jemi në Prishtinë. Jo, tani nga thirrte shtëpia e ti në Kosovë, që është Big Brother i dytë. E mal pusha tani me Arbri. Arbri, do ndash një çmim apo jo? Do ndaj 2 çmime. Çmime, cilë? Është çmimi Best New Artist edhe Best Ballad, më po. Eksakt. Pranove me kënaqësi për me ndar çmim. Patjetër, çdo gjë që bëhet është kënaqësi për herë të parë që jam me Zhurma Show në këtë spektakël edhe ndjem shumë mirë, edhe çmimin do jap me gjithë kënaqësi, patjetër. Ndërsa Mali është për herë të dytë në Zhurma Show. Si po ndjesh? Ndihem mirë sot sepse është në Prishtinë, është në kryeqytet. Vitet e tjera ka qenë Gilan, më duket apo mos gabojm. Sot do ndaj 2 çmime, mashkulli më i mirë dhe grupi më i mirë që do t'i marr vetë gjithsesi. Si jep kush, po dëgjoj ti pse vetëm? Vajzën po kam zgjedhë Arbrin sot me shoqen e vet. 1-2. Po. Kalojnë sa mirë, kënaquni. Faleminderit shumë. Të piu në kuq është edhe grupi Fama, mirë mbrëma, mirë se erdhët. Mbrëma, mirë se zgjetëm. Sfari si po ndjeni? Mirë, shumë mirë. Si po e duket të pija kuqe? Gjigante. Edhe mirë. Çka pritni nga Zhurma si vjetë? Po presim si gjithmonë një spektakël i mirë. Na jem nominu me këngën Shën Valentini, po presim na çmim. Me qenë se është gjithçka kuq sonte edhe Shën Valentini shkojmë, kështu që unë ju uroj sonte një natë mirë. Faleminderit shumë, gjithë atë mirat. Mirë mbrëma, mirë se erdhët. Mirë mbrëma, mirë se u gjeta. Si fillim si po duket kështu? Shumë bukur, shumë madhështore. Natyrisht me bashkëshortin që qëruar. Po. Motra do t'jetë prezantuese sot, Po. Do të pëlqente të prezantoje ti? Do më pëlqente pse jo. E nominuar apo? Jo, sonte kam kënaqësinë të jam vetëm pjesëmarrëse me ftesë, jam e ftuar të ndjek nga gjitha ata të cilët jam pjesëmarrës shiqus me gjithë të tjerat. Kaloni sa më mirë. Gjithashtu ju, faleminderit. Mirë mbrëma, mirë se erdhët. Mirë mama, ju përshëndes. Sot nga gjithë që pash, po më pëlqen shumë që i vetmi jemi me kapelet kuqe. Po mirë, kjo me karakterizon mu si me kapele. Çfarë mund ta thuash për këtë eveniment? Unë jam për herë të parë në këtë manifestim, e përshëndes, më pëlqen shumë Ziko, çdo gjë që ka punon Ziko për mua është mirë. Grupi im ka bashkëpunu me Zikon për herë, ju dëshoj suksese edhe në të ardhmen. Faleminderit shumë, po juve si ju duket? Shumë mirë dhe përgëzoj Zikon për këtë eveniment shumë të madh. Me të vërtet na bën mundi artista tamam.
Atëherë faleminderit shumë, unë ju uroj gjëra të mira. Natën e mirë. Mirë mbrëma, mirë se erdhe, kam ndenjë dhe kënaqësinë të flas me ty. Faleminderit gjithashtu. Dukesh për mrekulli. Faleminderit. Se mos dukesh. A ju shoqëron? Krenari Liu. Nipi. Po. Shumë mirë. Mos thuaj do ndash çmim sot në stadion. Apo jo, je ftuar? Po, jam e ftuar, nuk e di pastaj më vonë. Si duken evenimentet në Kosovë? Po, unë jam mësuar edhe krahasim me Shqipërinë, aty ala nuk është mësuar edhe nuk është bërë traditë ky lloj eventi tapetit kuq, ndarjeve të çmimit, kështu që janë në nivel shumë më të lartë. Një stilistën të zonën se ti kush e vesh? Vetja. Kujdesur vet. Vet, komplet. Si është veshur, si bie tani, është tezja apo Nusja Xhaxhaj. Nusja Xhaxhaj si është veshur nga kjo stiliste nga 8 deri në 10. Urno? Nga 8 deri në 10 çfarë notë jep? 10 normal. 10. Kalojnë sa mirë. Atëherë, mirëmbrëma, sa po erdhe dhe Kuran Krasniqi, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. E Kuran, mirë po dukesh, kush e zi? Faleminderit. Mirë se erdhe. Mirëmbrëma, mirë se gjitha. Si po ndjeni sonte? Mirë, shumë fantazi. E Kuran, jeni nominuar apo jo? Nuk jam i nominuar, jam pjesë e këtij show të madh. Gjithsesi për këtë arsye desha dalim te pjesa. Edhe po ndjemi shumë mirë, besoj që do t'ja kalojmë shumë bukur sonte. Atëherë Kuran, unë duroj shumë suksese dhe shpresojmë që sonte do të jetë natë shumë e mirë. Bora, producentja Miss Diaspora 2012. Mirëmbrëma. Dhe Miss Loreta Bukurosha, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Si po duket? Ambienti mirë, ambienti shëlqyeshëm, shumë faleminderit për ftesën, do të shohim çfarë do të sjellim mbrëmja për sonte. Do të ndash çmime më duket, ë? Do ndash çmime për mashkullin më të mirë këngëtar. Ashtu do jetë shumë gjinë mirë. Ti të marrësh çmime kolore, ti hapësh edhe të tjerëve çmime. Po duhet. Duken shumë bukur, më thuaj pak kështu kujdesur. Fustanet vinë nga Vjolla Sallapashtica dhe styling nga Gipi dhe Arta, make-up është Sofia Sulejmani, Sofka e njohur në Kosovë. Edhe për të kush e kujdesur duke shumë bukur. Për mua gjithashtu është për kujdesur Vjolla Sallapashtica për fustanin, ndërsa për flokët dhe gripin nga Gipi dhe Sofka. Ti e producentja ende, ta put pak në faqe? Lejohet. Urime, suksese. Mirëmbrëma, përshëndetje. Kjo është Sofka që mua më rregullon shumë bukur dhe e ka rregulluar dhe pak më parë misin më tha dhe producenten. Si duket? Si fillim? Mirë, si fillim gjithçka mirë. Jeni thjesht të ftuar për të parë çfarë ndodh aty. Po, gjithsesi për të parë se çfarë po ndodh, çfarë po. E ky djali kush është? Miku i këtyre. Shoku i përbashkët. Një tjetër kolege e punës apo jo? Mirëmbrëma. Do më thoni në fund fare se kush ishte rregulluar më bukur aty brenda, mirë? Si Maxi. Kalojnë sa mirë. Këtu pranë meje presim që të vi Blero, Teuta. Mirëmbrëma, si dhe Durata. Jemi kombinuar. Se erdhët, po më duket që sot diçka mirë po shkon krejt kuqezi njëjtë veshja. Kemi respektuar kodin. Teuta, si po ndihesh, si po kalon, kush është për kujdes për dukje? Për dukjen, a di që e kom ble fustanin, jom për kujdes vetë do me thonë, e kom qetë vetë, falenderoj vetë që 2 edicione gjurmës është për kujdes vetë. Po, zakonisht. A din qysh, zakonisht kër i ble njeri senet, duhet me thonë vetë si falenderona. I falenderona Grimerës Mimoza Zekalia dhe Vogue Hair. Atër para se me kalu të Blero, po kalojmë me qenë se Blero kjo hapim për parësi. Mirë se Mirë se u gjej. Si po kalon, shumë bukur po tu. Faleminderit shumë, gjithashtu edhe unë shfrytëzoj rastin me përshëndet stilisten Albulina Hulaj nga Prizreni edhe për Grem Mimoza Aliaj. Faleminderit shumë Blero, a ke me falenderu, na e kom para se me kalu më pyetjet. Çikën taj me torën. Normalisht, gjithmonë. Mos e teproj tash falenderime. Blero çfarë preconte? Mu kënaq. Derë se do qoftë, unë ju uroj gjithat mira. Faleminderit. Faleminderit, kalush të mirë. Mirëmbrëma, përshëndetje, mirë se erdhet. Këta janë djemt më të talentuar që unë kam parë ndonjëherë, jo vetëm për tarabukat, por e për muzikën e tyre, edhe DJ me ta. Jeni të nominuar? Po, jemi të nominuar në një nga zgjedhjet që kanë kategoritë që kanë bërë Ziko TV. A do fitojmë apo jo? Shpresojmë që po. A do dalim me çmim kur dalim? Nëse është kismet po. Unë pyet femrat për me u rregulluar dhe dukeni bukur. Kush kujdeset?
Në një motër, në një dashur, apo... Zakonisht për kujdesmi vetë, sigurisht edhe familja na përkrallën, na mbështet, kështu që nuk kemi ndonjë dizajner të veçantë. A ju veni natë kur kalonin të pinën kuqe nuk keni ato instrumentet me vete gjithmonë? Tash ti sot do solemne, s'ka nevojë me pa sonte. Mirë, kalojnë sa mirë. Faleminderit. Atëherë këtu pranesh është edhe Ledi Vokshi. Ledi, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, përshëndetje të gjithëve. Spari, unë do doja të fokusohem te kjo pamja këtu, më duket është diçka interesante, është një shqiponjë. Vërtet Ledi ka zgjedhur që sonte ta festojmë në mënyrën më të bukur 100 vjetorin e pavarësisë. Patjetër që po, kuqe s'di duhet 100 vjetori i pavarësisë, Ziko TV. Si mos bëjmë diçka të veçantë. Atëherë, mund na thuash në pak fjalë kush është përkujdesur për dukjen tuaj? E dashura Vlora Kërstani është kujdesur për lukun tim dhe familja e saj. Atëherë Vlora, faleminderit shumë. Gjithashtu. Edhe ju sigurisht jeni përkujdesur për vete. Normal. Atëherë po dukeni shumë bukur. Ledi, çfarë pretendon? Përveç se jam nominuar për Best Styling, video Femër Busy, pres të kënaqem me kolegët e mi. Aq është e rëndësishme. Unë ju uroj një natë shumë të mirë. Në dëbijun e kush, tani është koha që të kaloj edhe një këngëtare tjetër, mirëmbrëma, mirë. Mirëmbrëma, mirë si u gjej. Moza, po dukesh për mrekulli. Faleminderit. Kush është për kujdes për pamjen tuaj sonte? Veshjen është për kujdes Valdrini, kurse për grimin Fatka dhe Selma, për flokët Kaci diet. Si gjithnjë. Atëherë na thuaj si po duket ky organizim, duket që është për herë të parë jeni këtu. Shumë mirë, shumë i qëllum, tash shikojma, është për herë parë që marr pjesë këtu. Ne të urojmë shumë sukses. Faleminderit. Faleminderit. Motra, të Emini, mirë se erdhët. Shëndetje Maksi, mirë si u gjejmë, faleminderit për pritjen. Ke premtuar vitin e kaluar që do të shoqërohesh me një mashkull këtë vit. E ka premtuar? Nuk po më kujtohet. Në ëndër ishte. Si po kaloni, si duken fillim fare? Shumë mirë. Shumë mirë. A ti këndo? Po. Më mirë se kjo? Jo, besoj që s'bashku. Më flisi pak për dukjen. Për dukjen është përkujdesur Teuta Matoshi Duriqe, falenderoj shumë, me qenë se kemi qenë të obliguar të vishemi kuqezi, shpresoj që do t'ju pëlqej sepse edhe jemi munduar për natën e sotme të jemi sa më bukur. Unë jap 10, çfarë note japim? Padyshim 10. Si zakonisht 10. 10, e nominuar. Sonte është një natë që do të festojmë të gjithë për shkak të 100 vjetorit të pavarësisë, do që tjetë jam e privilegjuar të jem në nominim në Best Styling. Pse jo, edhe të shpërblemi është një ndjenjë shumë e mirë, mundit na shpërblet gjatë një viti që punojmë. Motra të zemra janë ndjerë të fitoje, Adelina sonde një çmim. Shpresoj që po. Po, do fitojmë. Kaloni sa mirë. Tu pranë me është një këngëtare shumë e dashur dhe respektuar, është kjo Poni. Poni, mirë se erdhe spari në Kosovë, pastaj në Zhurmë. Përshëndetje. Po dukeni shumë bukur. Faleminderit. Kush është përkujdesur? Është përkujdesur Valdrin Saiti dhe falenderoj nga zemra sepse është bashkëpunimi im i parë dhe Selma Kaci i falenderoj nga zemra. Atëherë, çfarë mund na thoni për këtë eveniment? Duket është hera e parë edhe për ju. Është hera e parë dhe jam shumë e lumtur që ndodhem në Prishtinë. Të tjerat janë emocione. Çfarë mund na thoni për nominimet? Çfarë prisni nga nominimet? Në fakt, unë do të nderoj 2 pjesëmarrës me çmime dhe nuk jam konkurrente. Sigurisht. Ata 2 çmimet që do t'i ndash sigurisht do të jenë shumë kënaqur nga kush do i ndash. Faleminderit, shpresoj që të jetë surprizë e bukur dhe kalofshi dhe ju mirë. Faleminderit shumë, të uroj gjëra të mira. Rovena Stefa është veshur shumë bukur. Mirëmbrëma, dukesh për mrekulli. Mirëmbrëma, faleminderit shumë. Kush është përkujdesur spari për dukjen? Ne, si gjithmonë. Atëherë kjo është vetëm gjysma e shqiponjës. Ma pret brenda. Po, ne pam edhe gjysmën që sa po arriti, do dukeni një shqiponje dhe një flamë. Po, jemi në performancë, kemi me u bashko. Si po ndjeni sonte? Mirë shumë, mirë, është një natë shumë e bukur, mblidhen mi artistët, performojmë gjërat tona më të mira, më të reja. Është një natë e madhe për muzikën. Faleminderit Ziko, faleminderit. Faleminderit shumë. Mund të kaloj edhe tek motra Rovena Stefa, se cila gjithnjë është pranë Rovenës, po është paksa mrapa kamerave. Mirëmbrëma, dukesh për mrekulli. Faleminderit. Po më pëlqen edhe përpara kamerave nganjëherë. Po tani po. Si po ndjeni çfarë po pretendon? Pres një mbrëmje të bukur artistike.
Pres një shpërblim të artistëve për punën që bëjnë gjatë gjithë vitit. Mendoj që ky është qëllimi kryesor i kësaj mbrëmje. Unë sigurisht për Ravenën do ju uroj shumë sukses në bashkimin e Shqiponjës atje. MC Beka, DJ i parë shqiptar, mi mbrëma, përshëndetje. DJ shqiptar. I parë. Jo, ka pas shqiptar DJ para meje. Pate. Reper i parë po. Ne të njohim ty. E si po kalon sonte në fillim fare se duket e piu kuq. Po dal një herë bukur. Limuzin, poshtë na tani këni, bukur shumë. Sonte je i ftuar special sa diun. Po do ta jap një çmim. Jo, faktikisht dy. Po jemi dy që kena me unë kanë një çmim. Kur do bësh ti një këngë që në mënyrë që ne t'japim çmim ty? Një këngë të mirë, një klip bukur. Shpresojmë nashta për 25 vjetorin e ri për shqiptar nashta. Kalojnë sa mirë sonte. Faleminderit shumë. Është edhe Energy Band, po i presim. Mirëmbrëma, Besnik, mirë se erdhe. Mirëmbrëma, mirë se gjetëm. S'fari komplimente, po dukeni shumë bukur kuqezi. Faleminderit. Si po ju duket organizimi dhe çfarë prisni sonte? Po ne sa mbritëm te hymja, mirë, për hyjmje po dokes mirë, po shohim sonte çfarë po ndodh. Atë faleminderit shumë, ju uroj gjithatë. Faleminderit. Në kuqe dhe Elita 5, mirë mbrëma dhe mirë se erdhët. Mirë mbrëma, mirë se u gjetëm. Si po ndjeni, si po kaloni? Ndjemi shumë mirë, na vjen mirë që sonte jemi misafir këtu dhe na vjen mirë që do të takohemi me kolegët dhe kolegët tonë sonte. Gjithsesi, unë do doja që po dukeni shumë bukur sonte. Ju komplimentoj dhe ju uroj gjithatë mirat. Shumë faleminderit. Kaloshimi. Mirë mbrëma, përshëndetje, mirë se erdhët. Si jeni? Hello. Hey, how you doing, brother? Sonde vini se qift, më në fund. Më në fund. Është vllaj, ë? Ti mirë, po ndihesh me këta të dy? Mirë shumë. Linda, vjen për ndar çmim. Po, vi faktikisht për të ndarë 2 çmime, Best Ballad edhe Best New Artist. Jam shumë e lumtur që do të jem këtu edhe me Arber Zekën. Kemi me ndarë çmimin edhe vi edhe për një performancë të shkurtër. Bigdi, më trego si është veshur Linda. T'japim 10 apo jo? Shumë mirë. Bigdi, si është veshur? Perfect, this is style, so. Të ka pyetur për këtë fustanin? Yeah, come a little urban today, you know what I'm saying? Ma urban, po thot me ardhe dhe. Du me falenderu faktikisht me nakonin shumë, edhe salonin tona në keka për flokët edhe grimin. Po presim mysafirët e tjerë për të ardhur dhe me sa po shohem është këngëtarja Tuna, e cila sa po arriti. Ne i themi mirëmbrëma Tuna, mirë se erdhe. Mirë se ju gjeta. Pari kompliment, po dukeni shumë bukur. Ka koq, si om nalë tapetin e koq, faleminderit shumë për ftesën. Po të lumem parashtru pyetje se zakonisht si lot tjertë. Rregull, s'pari një pyetje pse vetë sonte? Nuk jam vetë. Isha me Big Bangun, me producentin tem, me Arber Gjikollin, i cili për herë të parë paraqitet me një event t'il. Sa duke diku ai? Që nuk është i kamerave, ai është i studios. Sonte Binda me ardhë me mu me më shoqnu, se është një prej njerëzve ma me merit për krejt sukseset edhe për këngën e cila sonte është të nominuar në 3 kategori. Atëherë, s'pari kush është përkudes për pamjen sonte, dukesh për mrekulli edhe njerë, po e the. Faleminderit shumë. Ky është një fustan last minute, që nashta so dash me tregu se kërkush se kish vrej që last minute, i Venera Mustafës, me cilën për herë të parë bashkëpunojmë.
për ndryshe për pamjen time, është për kujdes Vjosa Angeli Vjosa, cilën e falenderoj shumë, Kaci, Kaciano, të cilin e dashuroj Nikosi shumë, edhe mami edhe babi. Nga 3 kategoritë, ç'a pret? Unë i du krejt. Unë kom ardhë me fitu sonte, kështu që po dalë për i modestis, falenderit shumë. Besoj që keni me kalu edhe ju shumë. Të urojmë shumë suksese, urojmë që të fitosh dhe sonte të kalosh një natë sa më të mirë. Faleminderit gjithashtu edhe ju. Du me cek që ka disa vjetë që nuk jam pjesë e eventeve tila, për arsye që ndoshta me një moshë shumë të herët i kom shiju edhe pak jom ngi me krejt këto streset cilat i krijon një event i tila, po fitoja, s'po fitoja, qa po bod. Mendoj që tash jom po pak ma imune, qa do që ndodh, ndoshta edhe pak ma e sigurt në veti, qa do që ndodh sonte jo marrë më knaqe dhe sinqerisht më kishte marrë malli për diçka t'il. Faleminderit shumë për tesën. Shijoje gjë në maksim. Faleminderit shumë, zotë mirë, ciao. Mirë, besoj se gjithë artistët të ftuarit VIP në Zhuma Show Awards 2012 në edicionin 8 tashmë janë duke sëmua aty brenda në amfiteatrin pikërisht këtu te Pallati i Rinisë në Prishtinë. Teleshikuesi që na ndjekin në këtë moment janë në ankth për të pritur se si do duken ata në skenë për të marrë çmime. Ndonjë granit i vonuar vjen, domethënë me vonesë patjetër. Sigurisht ne kemi dyrë të hapura dhe i presim që gjithë, por unë para se të kalojmë në mbylljen finale për Tepiun e Kuq, unë do doja një falënderim shumë të madh për dizajnerin Valonin që është përkujdes për veshjen time sot. Përsa unë do të falenderoj qendrën tregtare City Park, gjithmonë kujdese për veshjen time. Faleminderit dhe ata dhe na Gipi natyrisht Sofka për grimin, make-upin. Ndërsa unë do të kaloj te përshëndetja e stafit, duke vazhduar me Jehonën, Palin, Edonën dhe gjithë stafin realizues që na kanë mundësuar që t'jemi sa më të mirë në Tepiun e Kuq dhe brenda në skenë. Një falënderim edhe për kameramanët tanë që është Fatlumi për gjithë këtë natë. Shpresojmë që do t'ju pëlqej dhe miru takofshim në edicionin e 9 nga Unë Graniti. Pas pak një spektakli aty brenda.